Pas akuzave ndaj Edi Ramës, Postës Shqiptare dhe kompanisë private DHL, Sali Berisha ka nisur sulmin direkt ndaj kreut të KQZ-s Ilirian Celibashi, duke akuzuar si bashkëpunëtor të PS-s në manipulimin e votave të diasporës. Berisha paralajmëroi kallëzim penal ndaj Celibashit, të cilin po e finalizon në emër të koalicionit PD Shqipëria Madhështore. Akt padia u firmos nga Berisha, Ilir Meta, Vangjel Tule dhe kryetarët e 3 partive të vogla aleate. Por jo nga 18 partitë e tjera të koalicionit, më i zëshmi mes tyre Fatmir Mediu, i cili ka refuzuar hapur të firmos kallëzimin. Refuzimi i Mediut nuk është as politik dhe as procedural, ai është personal. Ilirian Celibashi është kunati i tij, bashkëshorti i motrës Sardiana Mediu, ndërsa mbesa e Mediut, Jona Mediu, është kryeasistente e Celibashit në KQZ. Madje familjar të tjerë të Mediut janë të punësuar në sektorët kyç të KQZ-s, tender, financa, kontrata dhe sistem elektronik. Në këto kushte Mediu nuk mund të firmos për dërgimin në SPAK të kunatit dhe mbesës, sidomos kur bëhet fjalë për procedura të ndjeshme si tenderi i 11 milion euro me DHL dhe rolin e postës shtetërore në dërgimin dhe kthimin e votave të diasporës. Skandali bëhet edhe më i thellë pasi janë pikërisht në punësit e lidhur me familjen Mediu që kanë mbikëqyrur procesin dhe kanë heshtur ndaj përshkrimeve të përdorimit të patronazhistëve si vëzhgues të pavarur, një skem që tashmë ka ndërmarrë trajtën e manipulimit sistemik. Këto zhvillime kanë shkaktuar krisjen e rëndë mes dy figurave historike të bashkuara nga gërdeci, Sali Berisha dhe Fatmir Mediu. Ky fundit, edhe pse i mirë pozicionuar përmes listave të PD-s dhe mandatit të sigurt të deputetit, duket se nuk do ta ndjek më Berishën në ofensivën e tij kundër institucioneve zgjedhore. Të gjitha këto ndodhin ndërsa qeveria hesht, KQZ sillet sigurisht e paprekshme dhe opozita çahet në copa. Kjo është rrënqethja më e qetë që mund të shkaktojë këtë herë uragani i zgjedhjeve dhe Sali Berisha duket se e ka kuptuar qartë se për herë të parë nuk ka as fjalë as firmë që i qepet më mbrapa.